Se sa problematika i sjell jetës njerëzore vetë njeriut mungesa e durimi, parë në planin psikologjik. Psikologjia është një shkencë relativisht e re, e cila qëndron në mes të shkencave eksakte dhe shkencave humane dhe gjithmonë aty tenton me jap sqarimet e veta. Janë shumë konstrukte psikologjike cilat e përbojnë natyrshmërinë e njerit, e përbojnë personalitetin, përfshi prej racias, prej emocionit, ndërgjegjes, instinkteve, plot tjera konstrukte. Durimi, si konstrukt psikologjik, nuk është mirëfilli konstrukt, po është produkt i marrëdhënieve, i dinamikave mes gjitha këtyre lëvizshmërisë, marrëdhënies mes gjitha këtyre konstrukte psikologjike dhe del në pa si virtyt i qenies njerëzore. Unë konsideroj se mbi këtë konstatim mund nxjerrim dy lloje të durimit. Është durimi i cili vjen si rezistencë aktive e vetëdijshme karshi stimujve të brendshëm të cilit i kemi, karshi nevojave tona të brendshme fiziologjike dhe karshi nevojave tona primare, të cilat gjithmonë na shtyn drejt përmbushjes të vet, dhe ne përmes marrëdhënieve dhe dinamikave që ndodhen në personalitetin tonë, ne nxjerrim durimin si produkt i qëndresës, karshi aty në instinkteve të cilat mund të na sjellin dëm neve ose shoqërisë. Por ky nuk është durim i vetëdijshëm apo jo? Jo, ky është durim plotësisht i vetëdijshëm. Ky është i vetëdijshëm. Është plotësisht i vetëdijshëm, i cili vjen si një lloj rezistencë ndaj stimujve të brendshëm, dhe është durimi i cili vjen si rezistencë ndaj stimujve të jashtëm, ndaj ngjarjeve që na ndodhin, ndaj tragjedive të tjera, që në një farë mënyrë atëherë jemi në një formë ose tjetër jemi të detyruar të durojmë, se përndryshe qenia jonë rrezikohet të shembet dalë ngadalë dhe krejt konstruktet personalitetit.